Irani do të vijojë operacionet ushtarake për aq kohë sa autoritetet politike e konsiderojnë të nevojshme. Kështu deklaron zëvendësi i ushtrisë iraniane Mohamed Akraminian në një qendrim të fundit publik. Sipas tij, vijimi i luftës lidhet drejt për drejt me vendimarrjen politike në vend, duke nënvizuar se strategjia ushtarake do të përcaktohet nga udhëheqja shtetërore. Irani do të vazhdojë të luftojë për sa kohë që udhëheqësit politike konsiderojnë të përshtatshme, u shpreh Akraminian. Ai theksoi gjithashtu se qëllimi i operacioneve është rikthimi i sigurisë dhe parandalimi i konflikteve të ardhshme. Armiku sigurisht që duhet të pendohet për fillimin e konfliktit në mënyrë që pas kësaj lufte të mund të rifitojmë sigurinë dhe të shmangim një tjetër, deklaroi zëvendësi. Deklarata vjen në një moment tensionesh të larta në rajon, ndërsa retorika mes palëve mbetet e ashpër dhe pa sinjale të qarta për depërshkallëzim. Ndërkohë Irani ka refuzuar propozimin e Pakistanit për armpushim, duke paraqitur një përgjigje zyrtare përmes agjencisë shtetërore të lajmeve IRNA. Sipas raportimit, autoritetet iraniane kanë rrëzuar idenë e një ndërprerje të përkohshme të luftimeve, duke theksuar se prioritet mbetet një përfundimi plot i konfliktit me respekt për qëndrimet e Iranit. Në përgjigjen e tij, Teherani ka paraqitur gjithashtu një sër kërkesash që sipas tij do të mundsonin mbylljen e luftës. Mes tyre përfshihet vendosja e një protokolli për kalimin e sigurt të anijeve nëpër ngushticën e Hormuzit, rindërtimi i vendit pas luftës dhe heqja e sanksioneve ndërkombëtare ndaj Iranit. Qëndrimi i Iranit ndaj armpushimit ka qenë i qëndrueshëm që nga nisja e konfliktit. Zyrtarë të regjimit kanë deklaruar vazhdimisht se një armpushim do të shërbente kundërshtarëve, përfshirë Shëbat dhe Izraelin, për të riorganizuar dhe për të rifilluar sulmet. Për këtë arsye, Teherani këmbgul se zgjidhja duhet jetë përfundimtare dhe të çojë në ndalimin e plotë të armiqësive, duke shmangur çdo skenar të përshkallëzimit të mëtejshëm. Kujtojmë se Shëbat, Irani dhe një grup ndërmjetësuesish rajonal po zhvillojnë bisedime intensive për një armpushim të mundshëm 45 ditor, që synon të hapë rrugën drejt një marrëveshje përfundimtare për përfundimin e luftës. Paralelisht me përpjekjet diplomatike, ekziston një plan operacional i gatshëm për një fushatë të gjerë bombardimesh nga Shëbat dhe Izraeli ndaj objekteve energjetike në Iran. Megjithatë, zgjatja e afatit nga presidenti Donald Trump shihet si një mundësi e fundit për arritjen e një marrëveshje. Negociatat po zhvillohen përmes një rrjeti ndërmjetësish, përfshirë përfaqësues nga Pakistani, Egjipti dhe Turqia, si edhe përmes komunikimeve direkte me mesazhe midis të dërguarit amerikan Steve Witkoff dhe ministrit të jashtëm iranian Abbas Araghchi. Një zyrtar amerikan ka bërë të ditur se Washingtoni i ka paraqitur disa propozime të Iranit ditët e fundit, por këto ende nuk janë pranuar nga pala iraniane. Sipas burimeve, diskutimet janë përqendruar në një marrëveshje dyfazore. Faza e parë parashikon një armpushim 45 ditor, gjatë të cilit palët do të negociojnë kushtet për përfundimin e plotë të konfliktit. Ky armpushim mund të zgjatet nëse bisedimet kërkojnë më shumë kohë. Faza e dytë synon arritjen e një marrëveshje përfundimtare për t'i dhënë fund luftës. Një nga çështjet kyçe në negociata mbetet hapja e plotë e ngushticës së Hormuzit dhe trajtimi i rezervave të uraniumit shumë të pasuruar të Iranit. Sipas ndërmjetësve, këto çështje mund të zgjidhen vetëm në kuadër të një marrëveshje përfundimtare, qoftë përmes largimit të uraniumit nga vendi apo hollimit të tij. Këto dy tema janë thelbësore për Teheranin dhe nuk pritet që Irani të heqë dorë prej tyre vetëm në këmbim të një armpushimi të përkohshëm. Në këtë kuadër, ndërmjetësuesit po punojnë për masa të ndërtimit të besimit si hapa të mundshëm nga Irani për hapjen e ngushticës së Hormuzit dhe menaxhimin e programit të tij bërthamor. Nga ana tjetër, diskutimet përfshin edhe garanci të mundshme nga administrata Trump për të siguruar Iranit se një armpushim nuk do të jetë thjesht i përkohshëm dhe se lufta nuk do të rifillojë pas tij.